Në konferencën për shtyp të zhvilluar sot në selinë e Partisë Demokratike, Berisha sulmoi qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama për projektin Smart City. Ai e përshkroi projektin si një mjet për të survejuar qytetarët shqiptar, duke parashikuar instalimin e 5000 kamerave inteligjente në 20 qytetet më të mëdha të vendit. Tani me Smart City, Edi Rama kompleton survejimin më të paligjshëm dhe më total të qytetarëve shqiptar të çdo lëvizjeje të tyre. Por ky projekt, i cili është i tëri vendosje Shqipërisë, qytetarëve të saj në kontroll total, është njëkohësisht një projekt fund e krye korruptiv. Kostot e projektit të tërësi rezultojnë, krahasuar me zbatimin e tyre në vende të tjera, rezultojnë të paktën 10-12 herë më të larta. Në Bengalore, pra i bie rreth 15 herë më shtrejt projekti në Shqipëri, po të kemi parasysh se këtu as 2 milion banor nuk janë dhe projekti kushton 157 milion euro. Berisha ju përgjigj gjithashtu deklaratave të mazhorancës, ku kreu i grupit parlamentar socialist ripërsëriti vendosshmërinë për të vijuar reformat zgjedhore dhe territoriale pa opozitën. Kryetari i PD-s theksoi se qytetarët do të japin përgjigjen e tyre në 24 janar. Asnjë përgjigje përveç asaj që do japin shqiptarët me 24 janar taos famshëm të krimit dhe Edi Ramës. Ata kanë aneksuar parlamentin dhe qytetarët shqiptar do të thonë fjalën e tyre. Kjo është përgjigja ime. Në fund, Berisha nënvizoi se Partia Demokratike nuk ka bojkotuar parlamentin dhe do të jetë e pranishme në seancë për të qenë zëri i qytetarëve, duke mbajtur një qëndrim aktiv opozitar brenda institucioneve ligjvënëse.